Donë shumë për kushtim edhe i ki 2 jetë aty në pyetje, edhe nana edhe bepa. Rast është i veçantë, paciente në mosh, ka mendu se ka vajzë, edhe gjatë operacionit, më thonë, rezultoj që gjinia ka qenë djallë, kështu që u gëzu shumë, si ne shqiptarë që kemi qef më shumë djemë se sa vajzë. Për shkak të moshës, ajo s'ka mujtë më me mbetë 7 zonë, ai ka qenë fëmiju i parë dhe i vetëm i saj, kështu që ka qenë një gëzimi i madh për te. Ginekologe. Profesion kogja me përgjithësi të mbaje. Po, e vërtet. Sa vite e shfryton këtë profesion? Prej vitit 2007. Është profesion i vështirë? I vështirë është, po. Me donë shumë për kushtim edhe i ki 2 jetë aty në pyetje, edhe nana edhe bepa, kështu që kemi një përgjegjësi shumë të madhe. Sa është i mirë, tha është në përgjithësi. A ka do një rast që ty të kam betë, në më thënë, që gjatë punës që ki bo, dhe më thënë, ja vlen të regohët që është një ngjarje interesante që ka ndodhur gjatë këtyre viteve? Kemi shumë, po nështë për momentin diçka konkrete nuk po më kujtohet me nda me juve. Kemi, ka një rast është i veçantë, kur pacientja ka mendu se, ka qenë një paciente në mosh, ka mendu se ka vajzë, edhe gjatë operacionit, më thonë, rezultoj që gjinia ka qenë djallë, kështu që u gëzu shumë, si ne shqiptarë që kemi qef më shumë djemë se sa vajzë. A dërgon, që është përshru gjatë atë emocionin, kur e ka ditë që është tjetër gjini tjetër, dhe më thënë? Ka qajtë, gjatë gjithë operacionit ka qajtë, u drethke edhe pyetje ka qenë se për shkak të moshës ajo s'ka mujtë më me mbetë 7 zonë, ai ka qenë fëmiju i parë dhe i vetëm i saj, kështu që ka qenë një gëzimi i madh për te. Edhe ne ekipa jemi normal. Ne kemi ndo, me thënë atë, ka qenë një përjetim interesant. Çfarë emocione? Emocionet mira gjithmonë, kur sjell një jetë së bebe, me thënë kemi emocionet mira. Përveç të profesioni, diçka tjetër keni punu të kaluar, të më thënë? Si mjeke, jo, diçka tjetër, jo, gjithmonë si mjeke. A i kështë ndërru një profesion tjetër? Jo, prap me u kthy, prap njëjtën e kisha zgjedh. Është profesion human edhe më i miri në botë, që ashtu më mu më duket pakta. Kjo është opinioni im. Se pikërisht se keni zgjedhur mjekësinë? Prind, edhe baba im është mjek, ndoshta ka qenë pak edhe prej familjes, edhe normal, dashuria për mjekësinë. Për humanizëm. A ju jeni nanë? Nanë, po. Jam 3 fëmijë ka. Faleminderit shumë. Ky ndryshim i jetës bashkëmarrjes fëmijëve, si ka qenë për juve? I mirë, si do të thonë çajo është rëndësia në këtë jetë, më duket që janë fëmijët, pasardhësit tanë të cilët më thonë e vazhdojnë në një farë mënyre edhe më thonë japin sendet mira në këtë botë. A ka ndonjë dallim këtyre vitet fundit tek lindjet, më thënë te foshnat e reja, a ka numër më i madh apo më i përgjithshëm? Jo, numri nuk është më i madh, veç se kërkesa është me lind më shumë me prerje cezarianit. Kjo është më e, më thonë, në ditët e sotme më shumë po kanë dëshirë me lind me prerje cezariane se sa me lindje normale. Se ndoshta mos është më vështirë? Ndoshta për shkak të dhimbjeve, s'po kanë dëshirë me ndjej dhimbjet. Çajo. Ti si grua, ginekologu çaj kishte rekomanduar gjithë grave, gjithë nënave. Të gjitha nënave ju kisha uru shëndet, më së pari, çdo grua i kisha uru që të bëhet nën. Kjo ndjenja më e bukur është në këtë botë. Ndërmoj shumë rasti, të uroj më të mirat, mos lodhen punë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Shumë faleminderit. Kalofsh mirë. Faleminderit shumë.